Me Pano Sokon, Gjevaj Zhabinon, Mari Glen Kumen tek kushtetuesja Besmir Pulën tek Prokuroria e Tiranës, trajtojmë çështjet kryesore të ditës. Çfarë ka ndodhur deri në këtë moment? Në orën 10:00, Erion Veliaj me pranganduar shkon në gjykatën kushtetuese, është bërë prezantimi, kemi sjellë në vëmendje atë se çfarë ndodhi gjatë ditës sotme, më pas shkuam në Prokurorinë e Tiranës se aeroporti e çon Bexhet Pacollin. Atje pritet flasta Besmir Pula, do të qëndroj edhe pak minuta tek çështja e aeroportit me Gjevaj Zhabinën. Këtë herë Gjevi, çfarë do të thotë kur ne ndjekim debate, dim që ka një çështje e cila është e nxehtë, me pretendime të palëve, por sot jemi përballë faktit. Nëse Pano na i sqaroi pak më parë se çfarë pretendime është dhe kush është qëndrimi i tij, si e sheh ai. Tani më shpjego pak çështjen e procedurës, fakti që Pacolli shkon atje, çfarë do thotë? Atëherë, sigurisht që kjo thirrje e zotit Pacolli në Prokurorinë e Tiranës pritej, ndoshta edhe u parapri edhe nga një status në Facebook disa ditë më parë, ku ai në një farë mënyre pretendonte që ai nuk kishte qenë asnjëherë në zyrën e noteres Valbona Selimi në Mosgaboj, që aty ku është hartuar edhe kontrata për kalimin e 47% të aksioneve të këtij koncesionit tek kompania 2A. Kështu që ky është një pretendim serioz, se nëse kemi të bëjmë në këtë formateri bie që është falsifikuar një akt notarial, dhe kjo është një akuzë shumë e rëndë fakt e ngritur nga zoti Pacolli. Më falë, të bëjmë pyetje, a duhet të shkoj ky, se ky është aksioneri, nuk është administratori? Sepse në marrëveshje, sepse ai është i përfshirë publikisht tani Pano në këtë histori. Jo, a duhet të shkonte tek noterja, sepse diskutimi këtu, domethënë unë kam ndjek. Jo, që të jemi korrekt, se unë e lexova, ai thotë që ai apo ndonjë përfaqësues tjetër i Mapkos, tek paktën te reagimin në Facebook që ka bërë për këtë çështje. Ai ose ndonjë zyrtar tjetër i kompanisë Mapko, që në këtë rast është... Nuk kanë qenë të zyra noter, po nuk është të thënë se s'kanë firmos. Po mirë, tani ne nuk po bëjmë debat bashkë. Për të sqaruar situatën. Për të sqaruar, dakor, edhe këtë gjë mund na sqaroj, kam përshtypjen në këtë fazë vetëm Prokuroria e Tiranës, e cila ka nisur një hetim. Se ku do të shkoj ky hetim i Prokurorisë Tiranës me këtë konflikt mes aksionerëve, duhet pak kohë që ta kuptojmë. Kështu që, por ajo që është shqetësim në këtë rast Aida është që ky lloj konflikti mes aksionerëve mos të ketë asnjë problem me ndërtimin e aeroportit të Vlorës, i cili në fakt në Mosgaboj duhet të ishte funksional që këtë vit, po. Që këtë vit. Kështu që shtyr për vitin tjetër në shkurt. Fakti është sa fluturimet? Po jo, nuk ishte. Çfarë ishin ato? Vetëm një herë Pacolli e përdori vetë me avionin e vet personal. Zoti Pacolli dhe testoi, por thjesht kaq, po jo, s'është bërë akoma testimi. Se testimi është zyrtarisht. Testimi de jure ishte testimi de facto. Ky ishte testim de facto për fushatë elektorale, sepse i duhej Ramës, më kupton, sepse këtu dalim tani, për fushatë elektorale i duhej Ramës aeroportin, më kupton, i duhej në 2025 për të thënë që ja të bëm Vlorën me aeroport. Edhe i tha Pacollit, ja vuri këmbë në ikput Pacollit. Fakti është që Vlora nuk ka aeroport edhe në këtë moment që ne flasim, kështu që nuk ka funksional, sepse duhet si vepër. Po asi vepër nuk e ka për momentin, kështu që duhet parë dhe duhet ta sqarojmë që hetimi i Prokurorisë së Tiranës ka të bëjë me konfliktin e aksionerëve të këtij koncesionari, ndërsa petimi për, po them se si u fitua kjo procedurë nga kompania Mapko e Bexhet Pacollit është një tjetër hetim që po e ndjek Prokuroria e posaçme, kështu që kjo duhet sqaruar, por interesant do të jetë se cili do të jetë reagimi i zotit Pacolli pas marrjes në pyetje nga prokurori Ndini Tavani, kështu që ai pretendon që nga mënyra se si unë e kam lexuar atë status që kemi të bëjmë me një akt notarial të falsifikuar, kështu që ta shohim nëse është i falsifikuar apo jo, sepse akuza pastaj do të jetë shumë e rëndë nëse është kështu. Shiko, nuk është përmendur, unë për shembull shoh shumë vrima tek qëndrimi i zotit Pacolli në gjatë gjithë kësaj kohe, sepse nëse do të ishte një akt notarial të falsifikuar, shqetësimi nuk do ngrihej tani, po bëjmë gati 9 muaj që nga momenti i firmosjes së aktit. Ka pasur disa vendime asambleje, Mapkos, të regjistruara në QGB,
për vendimin për shitje të aksioneve që ka tek Vlora International Airport, të vija. Pra që do të thotë është që nuk është se ka qenë një ngjarje që Zoti Pacolli nuk e dinte fare. Sepse vetë Zoti Pacolli në cilësinë e aksionerit të Mapco Construction ka marrë vendimin dhe të ka regjistruar në faqen e Mapcos në QKB për të shitur 47% nga kuota e aksionave që ka tek kompania Via ose te Vlora International Airport. Tani po flet për shitjen e aksioneve të turqeve apo për shitjen e 47% tek dyja? Jo, 47% të dyja. Ah, okay. Se blerja e aksioneve të turqëve nuk ka nevojë për vendim aksion. Domethënë nuk ka nevojë për nuk ka diskutim për atë gjë. Pra ç'a po ndodh? Tani ti s'mund të thuash që nuk e dija unë, kur ti ke marrë vetë vendimin. Vendimi jot është reflektuar në një kontratë notariale. Kupton? Pra nuk është se ke erdhi out of blue, pa pritur administratori u çmend shkoi te noterja apo noterja më keq. Se ky thotë që noterja valla u çmend fare noterja tani edhe po pra sepse po lexoj edhe po rilexoj sërish e ka bën me kokë vet thotë ajo noterja. Kupton? U zgjuar noterja në mëngjes tani thotë si ç'a të bëj në gjë sot unë edhe pa i marr to 47% të aksioneve të këtij po e jap ti. Pra, me këtë rast thotë sqaroj publikisht se as unë dhe as ndonjë person i autorizuar nga Mapco Construction me Selinë Lugano, pronare 98% të aksioneve të cilat rrjedhin nga investimi në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, nuk kemi qenë ndonjëherë në zyrën e saj, nuk e kemi takuar noterën. Mund të vinë noterja te zyra jote, mos e di, nuk e diskutoj fare. Po pra. Jo, se kemi takuar, është tjetër histori. Po jo, por nuk kemi qenë as në zyrën e saj. Domethënë, shiko, këtu o kemi të bëjmë me një lajthitje të niveleve kozmike. Sepse i bie banalitet s'është kjo tani. Janë as njerëz që flasin. Jo, ai s'ma përgjithësi pra ti ka shkruajtur aty. S'është Facebook. Ai nuk është dëshmi. Më kupton? Sepse unë jam shumë i sigurt që në dëshmia do jetë tjetër në prokurori thua. Pra, ajo është një lloj konsistencë robi e ka. Zoti Pacolli është mjeshtri i kësaj, do të thënë këtyre diferencave, vijës ku ndahet diferenca mes opinionit publik dhe opinionit dhe ligjit. Më kupton? Kështu që normalisht ai mund të shkruaj çfarë do në Facebook. Unë nuk e marr for granted sepse praktikisht konsum publik dhe politik. Konsum publik ai thotë unë nuk kam gjëra asgjë. Në prokurori jam shumë i sigurt që nuk do të thotë të njëjtën gjë që ka thënë tek statusi aty, sepse i bie që këtu të kemi të bëjmë me një noter të lajfitur, që zgjohet në mëngjes, as e ka takuar ndonjëherë Pacollin as ndonjë përfaqësues të firmës saj, të tij, dhe të thotë që tani kësaj firmës po i marrën 47% aksione. Kot. Ti jap kësaj tjetrës. Pra, kjo nuk ka si pikë sensi. Po zoti Pacolli normalisht nuk mund ta luaj këtë kartën. Mua më bën përshtypje një gjë që ndoshta ne xhep ne mund ta konsumojmë është ku e gjen forcën politike. Çfarë? Bëj gjithë të kush është pas. Sa i fort politikisht do të jesh ti që të bësh të sajosh një histori të tillë, sepse pavarësisht gjithë historisë me korrupsion etj nuk e diskutoj fare. Po që të dalësh nga një marrëveshje që ti ke nënshkruar, ke thënë, ke folur etj. Kjo më ngre shumë pyetje mbi atë që po ndodh edhe mes atyre aksionerëve aty. Më kupton? Të cilat reflektojnë disa përplasje që shkojnë më tej për te aksionerëve. Janë përplasje të cilat në të njëjtën rezonim, në një ngjatësi vale, e njëjta përplasje ndodh diku tjetër. Në qeveri. Por ne shikojmë të reflektuar, të pasqyruar të kjo pasqyra, që është Balon Ademi dhe Bexhet Pacolli. Më kupton? Sepse nuk e gjej dot. Shkaku, ku e gjen? Unë shoh pak ndryshe, unë mendoj që më pak interesuar në këtë histori që të ketë këtë lloj përplasje dhe që mund ndikojë tek puna e aeroportit të Vlorës, kam përshtypjen mund të jetë qeveria shqiptare, se nëse do të ketë vonesa, nëse do të ketë përplasje, nëse mund të shkojnë, po them mund tani edhe në arbitrazh. Se kjo mund shkojë edhe në arbitrazh, në them. Arbitrazh se besoj sepse nuk ka një përplasje me shtetin, tu ka një përplasje me Po çfarë ndodh nesër nëse sekuestrohet aeroporti i Vlorës nga shteti për shkak të këtij konflikti? Po sa i do rrigj tjetër nëse prokuroria gjen flows në kontratë, kontrata bëhet nul. Po diskutohet. Po në qoftë se gjen prokuroria që kontrata është firmosur, është rënë dakord në cenim, çfarë do të thotë për shkak të një akti korruptiv, pra ka marr para ai që ja ka dhënë kontratën, pra nëse e gjen prokuroria këtë gjën, atëherë po ka të drejtën për t'ia sekuestruar
paketë aksione për sekuestruar aeroportin e gjitha këto me radhë. Por, nëse nuk ndodh kjo, këtu nuk kemi në këtë fazë, jemi në fazën po diskutojnë njëri me tjetrin ata për paketat. Po, aksionet. Dakord, po dukshëm që nuk bien dakord. Jo, që nuk bien dakord është e sigurt, por nuk ka vend për arbitrazh deri për momentin kategorinë në Shqipëri. Për momentin e kuptojmë deri sot, po nëse ndini tavani nesër thotë që duhet sekuestruar ky aset, ç'an do? Po. Nëse ndini tavani gjen që kontrata është lidhur në korrupsion, pra është paguar para. Nuk e gjen dot ndini tavani. Jo, po them unë, sepse duhet vetëm të jetë firmosur në cënim. Po pra, po duhet... Po firmos në cënim kontrata. Po në cënim mes aksionerëve, nuk ka në cënim në këtë fazë, po them. Firmosja e kontratës është mes aksionerëve dhe shtetit. Po tjetër e tim ai që po ndjek prokuroria e posaçme. Bravo. Mos t'i ngatroj me tim. Jo kontrata mes aksionerëve, fal, se ndoshta nuk u qartësova në shprehje. Jo kontrata mes aksionerëve, kontrata koncesionare. Nëse ajo është firmosur në cënim, atëherë shteti ka të drejtë, nëse provohet gjykat, nëse gjykata thotë që këtu ka pasur korrupsion, shteti e sekuestron direkt atë. Sepse është firmosur në cënim me vendim gjykate. Ai do shkojë në arbitrazh e ka fituar. Kjo nuk është kaq e thjeshtë sa diskutojmë ne tani, prandaj po them. Kontrata koncesionare po them unë. Po, ajo është tjetër e tim. Unë po them që konflikti mes ndërsa këta kontrata mes tyre të dyve nuk i çon gjykundi përveç se tek gjykata e Tiranës. Pra, po konflikti mes të dyve, mes dy aksionerëve, a mund të çojnë në sekuestrim të koncesionarit? Ky është diskutimi. Sepse është tjetër histori e timi që po ndjek prokuroria e posaçme. Këtu është një çështje civile, e cila në fund fare do ketë një vendim që do regjistrojë QGB. Do vej për mbarimin, do ta regjistrojë QGB. Po kjo reflekton tek puna që tek aeroporti i Vlorës, po them, ne nëse ky konflikt vazhdon, kam përshtypjen që puna në aeroportin e Vlorës do të ngadalësohet, ndoshta edhe do të... Jam shumë dakord me optikën tënde. Problemi është se unë nuk e gjej ku e gjen forcën. Tani, do presim edhe të dali Pacolli nga aty? Duket se ka qeft flasit. Paktën çka kemi parë deri tani, por disa reagon edhe në për Facebook, kështu që ka pas disa reagime në fakt. Po, dhe Besi e la të hapur që kjo gjëja mund të ndodhë, sepse ata janë aty dhe sigurisht komunikojnë edhe me burime, me informacione që kanë, kështu që do të rikthehemi sërish çështjes Pacollit, i cili mbriti më herët në prokurorinë e Tiranës.